Përshëndetje shikues të nderuar, jeni duke ndjekur emisionin Studio e Hapur në gjuhën shqipe këtu në televizionin Nova. Ndryshe nga radhave të tjera, emisioni i sotshëm mbahet në hapësirat e Agjencionit për Investime të Huaja, ku të pranishëm të nderit sot e kemi zotëri Visar Fidan. Të mos humbim shumë kohë dhe të vazhdojmë me intervistën dhe të shohim se çfarë do të na tregoj zotëri Visari. Atëherë ju faleminderit shumë zotëri Visar Fida që pranuat ftesën tonë të jeni pjesë e emisionit Studio e Hapur në televizionin Nova. Dhe tani pa humbur shumë kohë do të dëshiroja të dija më shumë mbi jetën tuaj dhe profesionin tuaj, mbasi njiheni edhe si një ndër personat që ka arritje të mëdha këtu në Maqedoni, edhe mjaft i njohur, kështu që nëse ka mundësi të na tregoni diçka mbi jetën tuaj, mbi arritjet tuaja, profesionin tuaj. Faleminderit për thirrjen. Unë kam jetuar jashtë Maqedonisë një kohë të gjatë, kam studiuar në Austri, në Universitetin Teknik të Vienës. Atje kam punuar edhe 8 vjet pas studimeve në Siemensin e Austrisë. Edhe në fund të vitit 2005 vendosa të rikthehem në Maqedoni. Në Maqedoni kam punuar në disa kompanie dhe funksione. Njëra prej tyre ka qenë para se të vi në postin e drejtorit për Agjencionit për Investime të Huaja. Isha udhëheqës regional i EVN Maqedonisë në regionin e Pollovut, ose në Tetov më saktan. Edhe që nga viti 2011 mirem me investimet e huaja. Isha 3 vjet drejtori i Agjencionit për Investimet të Huaja, pastaj një periudhë të shkurtër prej 1 vjet e gjys ministër i investimeve të huaja në qeverinë e Maqedonisë, edhe që nga viti i kaluar nëntor, përsëri jam në Agjencionin e Investimeve të Huaja këtu në Shkup. Sa mendoni është i zhvilluar sa janë të përparuara investimet e huaja në Maqedoni? Po Maqedonia është si shtet i ri, ta them, në aspektin e tërheqjeve të investimeve të huaja, që nga viti 2004 ekziston si subjekt Agjencioni për Investimet e Huaja, mirë po intensiteti i kërkimit të investimeve të huaja, ta them, ushtua në vitet e kaluara, them 6-7-8 vitet e kaluara, ku edhe u bë një angazhman më i madh i qeverisë edhe i gjithë aktorëve ekonomik të qeverisë në kërkimin e investimeve të huaja në përbot, në promovimin e Maqedonisë si destinacion për investime të huaja. Ne si Agjencion për Investime të Huaja kemi edhe 32 promotorë ekonomik, të cilët gjenden në 32 qytete të ndryshme në mbi 20 shtete të botës, ku e përfaqësojnë Agjencionin për Investime të Huaja dhe janë në komunikim të përditshëm me kompanitë potenciale të cilat neve mendojmë se kanë potencial për të investuar në Maqedoni. Ata komunikojnë me kompanitë, kjo është njëra ndër mënyrat në të cilën neve provojmë të promovojmë gjithashtu Maqedoninë si biznes destinacion. Para se të jemi më thellë temës për në lidhje me investimet e huaja, nuk na përmendet për studimet e tuaja në London ose në Londër? Para 2 viteve bëra edhe një MBA në London Business School, ajo është në pjesën e MBA-ve shkolla më e mirë në botë, ose e para e ranguar në ranglistën e këtyre shkollave që janë për MBA. Nuk ishte se kisha patjetër ta bëj, po unë për vete mendova se mbas një periudhe, ta them, disa vjeçare të punës, njeriu ka nevojë për një update ose për një rifreskim të diturisë edhe për atë se çka ndodh në botë, posaçërisht në aspektin e menaxhimit. Edhe ky është një eksperiencë shumë e mirë për mua, pasi që krijova një rjet shumë të mirë të kolegëve tashmë që ishin bashkë në shkollë, atë krejt kolegët që ishin aty, 84 studentë të kësaj shkolle, janë në pozicione të mira në për kompani të ndryshme botërore, edhe ne jemi në komunikim të përditshëm me ta. Edhe disa nga ta kanë ardhur bile dhe të vizitojnë Maqedoninë mu për qëllime investimesh, po të shpresojmë se në të ardhmen edhe ndoshta do të kem fatin edhe rastin që ta promovoj edhe në një prej kolegëve të mi si investori i ri në Maqedoni. Ajo është sukses, domethënë të jesh pjesë e asaj. Po. Domethënë Agjencioni për Investime të Huaja në Maqedoni ekziston prej vitin 2004. Po. Çfarë ambiciesh keni ose çfarë janë ambiciet e tuaja për këtë agjencion si drejtori i agjencionit? Po unë si drejtori i agjencionit që nga viti 2011 kam pas dëshirën edhe shpresoj që kam arritur edhe të kem sukses në promovimin e Maqedonisë si destinacion i biznesit edhe në kërkimin e kompanive të mëdha posaçërisht perëndimore të vinë në vendin tonë dhe të investojmë. Qëllimi është pikës pari hapja e vendeve të reja të punës, pasi që kjo është problemi më i madh i ynë, papunësia, mirë po
jo vetëm hapja e vendeve të punës, por edhe dituria edhe teknologjia që e bin këto kompanitë e neve, ju ndihmon njerëzve, ato të cilët do jenë të punësuar aty, të edukojnë veten, të them, në aspektin e punës. Ashtu që edhe nesër, ose pas disa viteve, këto kompani po të largohen nga Maqedonia, që mund të ndodhen, ata njerëz që kanë punuar në këto kompani janë më të përgatitur për të gjetë punë të re dikun tjetër. Kanë edhe një farë lloj trajnimi, kanë edhe një farë lloj diturie të shtuar gjatë eksperiencës së tyre të punës në këto kompani. Mu për atë shkak mendoj se kompanitë posaçërisht me teknologji të mëdha janë për mua prioritet për t'i motivuar për të ardhur në Maqedoni. Rëndësia e investimeve të huaja në Maqedoni sa të rëndësishme janë, ose dallimi sa investime ka pasur më parë dhe sa investime ka tash? Unë këtë mund ta them me numra, pasi që kjo ndryshon prej muaji në muaj, mirë po është evidente se rritja e investimeve të huaja në Maqedoni ndodhen ditë për ditë, edhe ju e dini se çdo ditë gati promovohen projekte të reja, fabrika të reja, fillojnë me punë fabrika të reja, mundemi t'i përmendim edhe disa nga ato që krejt qytetarët e Maqedonisë e dinë që kanë ndodhur edhe ka shumë familjarë të tyre të punësuar nëpër ato fabrika. Ju e dini që kemi zona të lira ekonomike, siç na i thrasim kështu lirë, përndryshe me ligj janë të definuara si zona zhvillimore teknologjike. Ta tilla ekzistojnë 15, 2 janë në Shkupe dhe të tjerat janë nëpër qytetet pak më të mëdha në Maqedoni. Fabrikat të cilat janë hapur në periudhën e kaluar, ta them në 3, 4, 5 vitet e fundit, janë në Shkupi, i dini, Johnson, Meti, Kemet Electronics, Teknohoze. Fabrika e parë që prodhon autobusa që nga pavarësia e Maqedonisë është kompania belgjikane Van Hull. Ka edhe kompanitë të tjera të cilat kanë investuar në zonat e tjera, siç është Johnson Controlsi në Shtip ose Amfenolli në Koçani, mirë po gjithashtu Lear Electronics në zonën e lirë ekonomike të Tetovës, Key Safety Systems në Kërçov, ODV Elektrik në Struk, edhe disa të tjera mundemi edhe t'i përmendim më vonë. Mirë po këto janë kompani nga industria automobilistike, të cilat bëjnë punësime në numër shumë të madh, edhe kanë teknologji shumë të avancuar. Mua ajo që folëm pikërisht pak më parë për mundësinë që ja japim punëtorëve për të avancuar në këto kompani. A ka ndonjë plan të ardhshëm ose në kohë të afërt që është tash? Besoj që do mundemi në muajt në vijim të shpallim edhe disa projekte të reja me të cilat për momentin jemi në negociata, mirë po ja, për televizionin tuaj mund ta themi se mu në fillim të nëntorit, për shembull, kompania Lear Electronic edhe oficialisht do ta shpallë të hapur fabrikën e tyre në Tetov, ku do të punësojnë mbi 2500 njerëz. Atëherë ne jemi të parët që e marrin vesh që është diçka pozitive. Kompania më veç ka filluar, ta them, me atë pjesën para prodhuese, mirë po me 2 ose me 3 nëntor do të fillon edhe do ta ketë edhe hapjen solen. Sa nga kompanitë e huaja zgjedhin Maqedoninë për investim dhe është në shkallën e duhur investimi në Republikën e Maqedonisë? Po ne kemi kontakte të shumta dhe kemi vizita të përditshme nga kompanitë e jashtme. Shumë nga këto kompani shohin disa shtete në region, jo vetëm Maqedoninë, edhe ato e bëjnë detyrat e shtëpisë të tyre, ta them, pasi që në interesin e tyre është të gjejnë vendin më të përshtatshëm për prodhimet e tyre. Ne mund të themi që kemi fatin që shumë nga këto kompani kanë zgjedhur Maqedoninë, edhe fati ende më i madh është që këto kompani të mëdha, sikur që i përmenda pak para, janë kompani të cilat kanë shumë tjera kompani që bashkëpunojnë me ta. Kur një kompani e tillë e madhe, sikur që është Leari për shembull, bie vendim të vendoset në Maqedoni, mbas saj shkojnë edhe disa prodhues tjerë që prodhojnë pjesë për pjesët e tyre. Ashtu që në këtë mënyrë edhe ata kompani na ndihmojnë neve për të tërhekur kompanitë të tjera. Si punë lidhse diçka. Ashtu është, po. Një farë lloj zinxhiri, cilin ata e bartin me vete kudo që shkojnë. Po. Do të thonë, investim si më i madh mund ta quajmë Learin, ashtu? Leari është njëri prej investimeve më të mëdha në Maqedoni nga aspekti i punësimeve që do të bëhen. Normalisht Leari është kompania më e madhe që do jetë e vendosur në zonat e lira industriale. Mirë po, ende më e madhe se ajo është, për shembull, mund ta përmendim Drexelmeierin e Gjermanisë, i cili punson më tash pas 3 viteve 6.000 njerëz.
Do të thonë do të punësoj 6.000 njerëz. Veçmë i ka të punësuar 6.000 njerëz. Po, gjendet në Kavadar, mirë po e punëson një region më të gjerë rreth Kavadarit. Sa janë të rëndësishme taksat për investitorët e huaj që duan të investojnë në Maqedoni? Ju e dini që ne kemi këto zonat industriale zhvillimore, si që përmenda edhe pak më parë 15 në Maqedoni. Këto janë të ashtu quajtura zona të lira, si që i thrasim ne lirisht, janë zona ekonomike në të cilat kompanitë të cilat janë të vendosura aty, janë të liruara nga të gjitha llojet e taksave për një periudhë 10 vjeçare. Normalisht që kjo është shumë interesante për kompanitë e jashtme, pasi që kompanitë çdo herë duhet ta gjejnë motivimin e tyre përveç se fuqisë punëtore, ta them me paga më të ulta, mirë po edhe e edukuar mirë, ju duhen edhe lehtësime tjera në mënyrë që ta gjejnë interesin e tyre për bartjen e proceseve prodhuese. Është lehtësim po të cilin neve e kemi aplikuar këtu te ne, mirë po ky lehtësim ekziston shumë moti edhe në shtetet e tjera, posaçërisht e Evropës lindore, ekzistojnë edhe sot e kësaj dite nëpër shtetet e rrethinës, të cilat janë konkurrentët kryesor tonë në tërheqjen e investimeve të huaja. Kompanive ju vjen interesante pozita ose e qenja në këtë zona të lira ekonomike, pasi që kanë përparësi shumë përparësi nga ana e taksave, mirë po kanë edhe infrastrukturë të përgatitur, faktikisht ata mund të fillojnë vetëm të ndërtojnë objektin e tyre, menjëherë mund të kyçen në ujë dhe në rrymë edhe të fillojnë punën e tyre. Përmendet konkurrentët, kush prej në Ballkan për shembull mund të jetë konkurrent? Gjithë shtetet e Ballkanit janë konkurrent për tërheqjen e investimeve të huaja. Ju ndoshta edhe e shihni në kohën e fundit krejt këto shtete kanë filluar me intensitet më të madh të kërkojnë investorë të huaj. Maqedonia bën këtë punë vite me radhë, ne edhe si agjencion organizojmë shumë edhe forume të biznesit nëpër shtetet tjera, ku shkojmë bashkë me ministrat edhe kryeministrin në vizitë të kompanive, të cilat vinë edhe i vizitojnë ato forume dhe njoftohen me lehtësimet ose mundësitë që i kanë në Maqedoni për investime. Edhe në këtë mënyrë motivohen të vinë ta bëjnë vizitën e parë, pasi që të vinë ta bëjnë vizitën e parë, atëherë puna shkon pak më lehtë, pasi që e njohin më terrenin, e dinë se çka ofrohet, shohin se po, kanë marrë një hapi më i rëndësishëm është hapi i vizitës, pasi të bëhet vizita atëherë është shumë më lehtë të vazhdohet edhe të bindet deri në fund kompania për ta bërë investimin. Atëherë kufizimet dhe pengesat prezente për investimet e huaja ndikon gjendja politike në vendin tonë për mos të arritje në marrëveshje të ndonjë investimi? Po, gjendja politike normal që kompanitë e jashtme, posaçërisht ato që janë më të mëdha, të them korporatat, e ndjekin çdo herë gjendjen edhe ekonomike edhe politike në vendin ku kanë dëshirë të kenë prezencë. Gjendja politike, disa kompani i ka motivuar që të ngadalësojnë procesin e investimit, mirë po ende kemi kompanitë të cilat vazhdojnë me investimet e tyre, bile edhe kompanitë që më janë këtu vendosin për herë të dytë ose të tretë të reinvestojnë në Maqedoni, që do me thënë që edhe nuk e kanë ndërprer ta them tërësisht procesin e investimeve. Janë edhe të kënaqur me sot. Janë të kënaqur, këte tregojnë edhe numrat. Vitin e kaluar për shembull 2015 kishim diku rreth 200 milionë euro investime. Vitin 2016 vetëm në 6 muajin e parë ka 130 milionë, pavarësisht 130 milionë euro, që do të thotë se diku mbi 200 e diçka milionë euro presim të përfundon ky vit me investimet huaja. Do me thënë, do jetë vit i suksesshëm. Shpresojmë që po. Si është dhe pozicionuar Maqedonia në zhvillimin e biznesit dhe lehtësirat për bërje të biznesit? Po, Maqedonia në kontinuitet të them bën reforma edhe në legjislativ, mirë po edhe në ekonomi, me qëllim që të lehtësohet biznesi për kompanitë, edhe vendore edhe të jashtme. Reformat që janë bërë në vitet e kaluara janë të njohura edhe nga institucione ndërkombëtare, siç është Banka Botërore me riportin e saj Doing Business. Në riportin Doing Business, Maqedonia është e 12 nga 185 shtete të ranguara në këtë report. Ja filloi diku në vitin 2008 nga vendi i 96, ashtu që vetëm ky rangim tregon që Maqedonia ka pas sukses në të përgatiturit e ambientit për të filluar edhe për të bërë biznis. Janë lehtësuar shumë procedura, normal që ka ende punë për të përmirësuar, mirë po janë lehtësuar edhe vetë kompanitë tregojnë që jeta e tyre nga ana e biznisit është bërë shumë më e lehtë në Maqedoni. Cilat janë si zona më atraktive
të Maqedonisë? Këtu nuk do të kisha definuar qytet ose region, pasi që kompanitë e ndryshme kanë interesa të ndryshme. Aty ku është motivi i kompanisë që të gjenë fuqi punëtore të madhe, mirë po me paga më të ulta, normal që janë qytetet, të them, më të vogla ose më pak të zhvilluara ekonomikisht, pasi që numri i madh i punëtorëve ju mundson aty të bëjnë edhe një pjesë të them të profitit të tyre. Dërsa kompani që janë me teknologji të larta, apo ku e di unë, kompani që japin shërbime, kompani që IT industria, ato zakonisht motivohen të afrohen në qytete, në kryeqytet, ose në qytetet që kanë kampuse më të mëdha universitare, mu për shkak të forcës punëtore e cila del nga universitetet, të cilat janë punëtorë të arshëm të tyre. Normal duan kualitetin. Kualitetin është. Cilat zona kryesisht janë më të parapërqyera për të bërë biznes dhe pse si dhe planifikojnë zona të reja industriale? E sidomos në pjesën e popullsisë shqiptare ku gjenden, se zakonisht kam dëgjuar se nuk e kanë të zhvilluar edhe aq shumë industrinë e huaj. Unë nuk do të kisha të kurduar që është ashtu, pasi që ju tregova edhe pak më parë, zonat definuara industriale, ka teknologjike industriale zhvillimore, ka 15 në tërë Maqedoninë, 2 nga ta janë në Shkup të vendosura, në Bunargjikun e Shkupit, të tjerat janë të vendosura në qytetet më të mëdha në Maqedoni, mirë po mbasi e përmendet në regionin ku kryesisht është i banuar me shqiptar, ekziston zona ekonomike e Tetovës, e cila është partneritet publiko-privat me një kompani norvegjeze, ekziston zona e Kërçovës, ku veç ka një kompani e cila do të punësoj 1000 njerëz edhe veç është duke punuar. Ekziston zona e Strugës, ku gjithashtu ka një kompani gjermane e cila operon. Janë të definuara edhe 3 zona të tjera, një në Kumanov, një në Likov edhe një në Mavrov. Edhe këta zona do të ngjallen, ta them, sikur edhe disa zona tjera në Maqedoni, të cilat ende janë vetëm në zhvillim, në momentin kur për ta do të gjehet investor. Paralelisht me investorin, edhe qeveria do ta ndërton zonën. Ashtu ndodhi edhe me disa zona të tjera. Në momentin kur gjejmë investorin i cili është interesuar të jetë banor ta themi asaj zone, paralelisht edhe qeveria e zhvillon. Nuk ka të bëjë ndarje. Unë nuk shoh as çfarë ndarje aty, tash edhe i përmendëm aty, prej Likove deri në Struk janë diku 7-8 zona. Po. Gati gjysa, ose gjysa fiks tanë, duke inkluduar edhe Shkupin. Cilët janë aktorët të përfshirë në promovimin e investimeve të huaja dhe a janë të koordinuar si duhet? Po, qeveria e Maqedonisë e ka një ekip ekonomik, ta them, ku bëjmë pjesë shumë ministra, edhe ministrat për investime të huaja, mirë po edhe ministrat ekonomik apo të infrastrukturës, është agjencioni për investime të huaja, edhe ne jemi të koordinuar edhe në gati çdo muaj mbajmë mbledhje të përbashkëta që ta shohim deri ku i kemi projektet edhe çka duhet, cile institucion kujt i ndihmon që më lehtë të vihet deri te vendimi përfundimtar për investim. Çfarë elementesh janë shfrytzuar deri më tani për promovim? Promovimi i Maqedonisë në aspektin ekonomik ose në aspektin e biznesit në përbot është bërë kryesisht nga Agjencioni për Investime të Huaja. Ne e promovojmë Maqedoninë edhe në mediume botërore si destinacioni biznesit, mirë po shumë ndihmojnë edhe forumet e biznesit të cilat i organizojmë në kryeqendrat e biznesit në përbot, qoftë në Amerikë, qoftë në Europë apo në Azi. Gati çdo 2 deri në 3 muaj kemi një forum të biznesit të tillë, i cili kryesisht organizohet nga ana e promotorëve ekonomik të cilët gjenden në ato qytete, edhe kur shkojmë neve si delegacioni i qeverisë, zakonisht kemi mbi 50 ose 70 ose 100 kompani varësisht nga madhësia e regionit edhe interesi i atij shteti apo atij vendi për të investuar në këtë pjesë të botës. Atëherë, çfarë mund të na thoni në lidhje me përfituesit më të mëdhenj nga rrjedha e neto investimeve të huaja? Unë mendoj se përfituesit më të mëdhenj të investimeve të huaja janë ata të cilët e gjejnë vetveten ose vendin e punës të tyre në atë kompani, pasi që njerëzit të cilët gjejnë ardhmërinë e tyre për këto kompani, ngritjen e tyre ekonomike, trajnimin e tyre për këto kompani, janë ata edhe familjet e tyre, por në fund të ditës edhe vetë vendi ynë në Republika e Maqedonisë, pasi që me këtë do rritet vetë vendi nga të gjitha aspektet, edhe do punësohen njerëzit, edhe do të rritet eksporti, vetëm nga zonat e lira ekonomike, në vitin e kaluar patëm dikun rreth 1.5 miliard eksport, që është dikun 35-6% nga eksporti total i Maqedonisë. Do me thënë, kompanitë e huaja kanë kontribut
të madh në ekonominë e Maqedonisë. Atëherë, a ekziston rregullore mbi investimet e huaja? Nëse po, pse ekziston ajo? Nuk ka kurrë rregullore në aspektin se si duhet ose cilat janë pikat nëpër të cilat duhet hecën një kompani për të investuar në Maqedoni. Kompanitë vinë dhe e vizitojnë Maqedoninë, zakonisht Nikoqiri i tyre është agjencioni për investimet të huaja. Ne organizojmë në bazë të kërkesave të tyre të vizitojnë krejt institucionet, vendet, infrastrukturën e cila potencialisht ju duhet atyre. Edhe në bazë të biznes planit të tyre, atëherë qeveria e Maqedonisë vendosen se cilat do të jenë, ta them, lehtësimet ose ndihmat që qeveria do t'ja ofron asaj kompanie për ta realizuar investimin. Çfarë mund të na shtoni diçka më shumë në lidhje me investimet e huaja, apo çfarë është motivim për investimet e huaja? Po, bota ekonomike posaçërisht është, e dini edhe ju, një botë globale, kompanitë më nuk njohin kufina, po kryesorja edhe çdo herë ka qenë ashtu në botën perëndimore, motivi kryesor i kompanive është profiti i tyre, ku ata do ta gjejnë vendin më të mirë për ta maksimizuar profitin e tyre, mirë po edhe ta kenë prodhimin posaçërisht kompanitë që mirën me prodhimtari të sigurt, aty edhe do të vendosin të vendosen ose të prodhojnë. Ne jemi të lumtur që prej dite në ditë shtohet numri i kompanive të tilla në Maqedoni, edhe shpresojmë se në të ardhmen e afërt do të mundemi ta fitojmë këtë problemin më të madh që e kemi ne si shoqëri edhe si shtet, papunësinë. Faleminderit. Ju faleminderit për ftesën. Shpresoj se kështu kemi mësuar më shumë në lidhje me investimet e huaja dhe ju lë takim në emisionin e radhës. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.